e para ka pak impenjim, le të themi, jo ndonjë gjë të madhe, po thjesht duan atë kohën e vet perimet me mishin. Receta tjetër që do të bëjmë pjesën e dytë është hasudja tradicionale, por ajo është shumë e thjeshtë, me pak përbërës dhe është e shkurtër si recetë, por do pak impenjim që mos ta lësh patrazuar, se nuk duhet hequr luga e drurit, dhe për ta shoqëruar të gjithë drekën, se në fakt janë receta që mund t'i bëjmë për ditën e diel, që e kemi Fitër Bajramin, po. Mund të bëjmë edhe një pije, kiselin. Kiselin që është fruta. Është fruta, moll, dardhë, ginger, kanel. Po të servirura ndryshe në formë gjangu, të kaluar atë. Shumë mirë. Tek pajisja e supës. Do përdorim domethënë pajisin e supës për një lëng të mirë me fruta, pra natyralisht i përbër me këta përbërës, mollën, dardhën e të tjera që do t'i shohim, të bërë në shtëpi. Atëherë nisim me tavën e prizrenit. Tava e prizrenit është një recetë që do mishin e qingjit, që do qep, do specin e kuq, domate dhe erza të ndryshme që do t'i shohim bashkë, hudhrën, dhe në fund fare, pasi do këtë marrë atë ngjyrën pak në furrë, një 20 minutë, do t'i shtojmë salsën e bardhë që bëhet me kos, gjalp dhe miell, do t'a përziem për të marrë në të gjithë sipërfaqen mishi, atë si kremozitet edhe si pjekje, sepse ajo do t'japi edhe akoma më shumë ngjyrë, duke qenë se është dhe e bardhë. Do t'fillojmë me një herë nga puna. Kemi tavën rrethore që unë do të përdor sot. Do ta gradojmë këtu në kaçelsin e gradimit nga 1 deri te 5, sa të doni ju, dhe do të grim qepën. Qepa duhet grir imët. Ndërsa zonja Vjosa do më ndihmosh me specat dhe domatet. Edhe për këtë të kisha ndihmuar. Ja, këtë s'ka gjë të bëj shumë. Tava vazhdon të jetë në ofertë sot? Tava vazhdon të jetë në ofertë në 40.000 lekë të vjetra, është çmimi i ofertës. Dhe vjen në kapacitetin 7 litër, jo vetëm rrethorja, por edhe tava katrore gjithashtu, të cilat kanë po të njëjtin kapacitet dhe fuqi, 1500 watt dhe 7 litër, thjesht ndron forma. Më pyesin zonjat këtë marr, më thuaj ti. I them unë çdo që të merrni është e njëjta gjë, thjesht ka atë ndryshimin e formës, është njësoj, me kapak xhami janë të dyja, kanë pjesën anësore të dorezave, gradacionin po njësoj, kështu që çdo që të merrni 40.000 lekë të vjetra është në çmimin e ofertës në Interesante Albania. Pra as në kapacitet, as në mënyrën se si është ndërtuar dhe se si funksionon, nuk ka ndryshim. Është bërë thjesht një mundësi zgjedhjeje për preferencë i formës, pra o rrethore o katrore, asgjë më shumë. Pra 4.000 lekë ose 40.000 lekë është çmimi që mund ta merrni tavën me korrent edhe sot në çmim ofertë nëse telefononi tani në 069 944 24 25. Tek Interesante Albania në Instagram gjeni gjithashtu informacion, do ta rikujtojmë edhe pak më vonë çmimin. Do të grim qepën në grirsen Kenwood. Qepa janë 2 qep mesatare dhe mund të jepet, domethënë, ose një qep e madhe, sa të doni ju, i jep goxha shije tavës dhe e bën ndryshe nga ai mishi qingjit i pjekur i zakonshmin. Do t'i hedhim vajin e ullirit dhe kam qef që t'i hedhim këtë vajin e përzier. Është një vaj ideal i përzier, duke qenë se do ka vërdisim. Ka dhe vajin e ullirit, ka dhe atë vajin tjetër që ne përdorim për gatim zakonisht. Kështu që do t'i hedhim në fund të tavës sasinë e duhur për të bërë kavërdisjen e qepës. Ja, kështu. Jemi me pema, është vaj ullirit që ne ju kemi sugjeruar nga pema olive oil, do ta plotësoja titullin ose emrin e kësaj kompanie. Edhe kemi thënë, pra është një produkt 100% shqiptar, sepse vjen nga ullishtet e jugut. Është mbledhur nga ullishtet e jugut, çdo kokër e ullirit nga Saranda e bukur dhe Nivica, pikërisht ajo është zona ku janë këto ullishte, dhe ndërthurë në shkëlqyeshëm tradita me inovacionin, pasi të gjithë makineritë dhe teknologjia që përdoret për të patur në fund këtë shishe vaj, është një teknologji e fundit, e vitit 2024, e gjitha nga Italia, që besoj e garanton një sjellje të produktit sa më cilësor kur flasim veçanërisht për vajin e ullirit, por aq posa ata janë ekspertë në këtë fushë. Dhe vijojmë me recetën. Kemi hedhur qepën dhe vajin e ullirit dhe vajin e përzier më saktë. Do t'i hedhim pak krip që e gjithë qepa ta lëshoj atë lëngun e duhur, sepse do t'na duhet edhe për pjesën e perimeve të tjera.
Qepa. Po vjen mirë? Nuk më vjen mirë, zonja Vjellca. Se qepa, unë kam një problem me qep, do kem ndonjë problem, se nuk e di. Jo, As nuk e gjithë kemi qëroj probleme. dot, as nuk Unë dje e skuq kërkova dot. kapakun, edhe më thanë, s'ka problem, se pa kapak. Po ta dini ju të qoqa unë pa kapak. Po, djenë fakt kishit shumë qep. Shumë se qep, grepun e po, pul, po, kam po. shumë qep. Ja, do t'a lëm rreth, e kam në gradacionin numër 2, thjesht për kavërdisje. Pak, të filloj të karamelizohet një qik dhe me njëherë do të shtojmë copat e mishit, të cilat do t'i lëm pak të marrin atë ngjyrën, një 2-3 minutë, dhe më pas do të shtojmë perimet e tjera, erzat e me radhë. Dhe pasi të ketë bërë një gjysmë gatimi në tavën me korrent, do t'a vendosim në një tavë për t'a përfunduar gatimin në furrë. Pra është një gatim sot që do t'a vendosim në furrë, nuk do t'a përfundojmë tek tava me korrent, duke qenë se është mish qingji dhe tradita e do që mishi qingji të bëhet në furrë në fakt, të vi dhe ajo aroma e mirë në gjithë shtëpinë, duke qenë se janë dhe ditë festive, edhe mishi qingjit është tradit për festën e Bajramit, e bëjmë tradit shqiptare. Do të shtojmë mishin. Unë kam zgjedhur brinj. Pjesë brinje kam për shtypjen e gjithë kjo, zonja Vjellca? Kjo është brinj. Është këtej, kurse këtu është pjesa bërzollës, si kur pritet këtu, pritet në... Po, në pritet ripa. këtej, Në ripa, është po. pjesa e bërzollës. Është pjesa më e mirë. E kam zgjedhur Prit një enfas. minutë, si shumë të madhe vura, ta prisnim dhe një Këtë copën, po nga që ka koskën edhe nuk Po prit. le të ketë me Do ta Bjerë, rregulloj unë. Shumë i vendosin të gjitha copat e mishit. Tek Ja, tava me korrent. Dhe tani kjo do të marri Urdhra. pak kohën e vetë derisa të... Edhe këtej këtë shumë madhe, edhe këtej këtë shumë madhe. Do mblidhen këto, se do futen dhe në furrë. Në rregull. Pastaj unë mishi qingjit ka pak lezet të jetë copë. Pastaj kush do Për e mua, ndan po. atë nuk ja. Ne do të shohim pak recetën me shkrim tani Derisa të kavërdiset kjo, të marrin ngjyrën. dhe përfitojmë, lexojmë pra cilët do të jenë përbërësit e tavës së prizrenit që po sjell Xheni sot. Atëherë kemi 1.3 kg mish qingji në bazë të një sasie, pra në këtë sasi mishi janë renditur edhe pjesa tjetër. Po, edhe pjesa e përbërësve, përbërësve të që pak a shumë është diku te 4 persona, besoj. Po. Jo? Po nëse ju doni të shtoni shumë zonë. 4 persona që tulen orën 2, e të marrin orën 4. Po që festa, shu do jetë. Dreka e festës është e gjatë. Shijojeni, kënaqeni avash avash për shefin tuaj. Kemi 2 qep mesatare, 2 speca të kuq, 3 domate, 2 thelpinj hudhra, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 gotë kos, 1 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle gjallë, krip piper sipas shijes, kemi 1 lugë çaj rigon, 1 lugë çaj spec të kuq pluhur dhe 1 gjethe dafin. Tani tek domatet, aty në recetë është 3 domate, por bëhet fjalë për domatet normale. Duke qenë se ne sot i kishim të vogla shumë, kemi hedh 6 domate. Do me Ke thënë në janë më të 400 vogla. gram, 500 gram si domate e do. Kështu që keni parasysh vetë pjesën e sasisë. Po e merr ngjyrën, edhe aroma ndihet shumë e mirë e mishit të qingjit. Tani do të shtojmë përbërësit e tjerë, specat e kuq. Miri ke? Po. Si makineri, zonja Vjellca, e kemi thënë atë. Sa të i kemi mësu. Ja kena marrë dorën. Se i presim në ripa, a? Në ripa, ose edhe në feta rrethore, po në ripa nuk e di sikur Gjanë ka më pak më mirë, shumë po. lezet në këtë tavë. Do të hedhim edhe, ta hedh të pjesën e parë të Po, domatës, hidhe, që të hidhe. filloj të lëshoj gjithë lëngun e vetë. Tani duke ndënjur me njëra tjetrën, këto të gjitha marrin aromën dhe shijen e njëra tjetrës. Do të hedhim një gjethe dafine të madhe ose 2 të vogla. Gjithashtu do t'i japi aromë. Do të hedhim 2 thelpi hudhër. Mund t'i hedhim edhe kështu për të lëshuar aromën, se do të zbuten në pjekje. Dhe me radhë erzat, kemi piperin e kuq. Është piperi kuq i ëmbël, jo djegës. Kemi piperin e zi. Do ta pasurojmë me erza, kemi dhe rigonin. Me domaten, me specin, ky rigoni shkon shumë, do t'i ri shumë mirë. Dhe do t'i shtojmë dhe pa krip, duke qenë se që pari shtuam vetëm Për qepës, po, vetëm qepës, kjo t'jetë për të gjitha, se domati në fakt është e ëmbël vetë, speci gjithashtu, kështu që edhe mishi e do kripën, Po. mishi pa krip nuk hahet.
Shkëlqyeshëm, atëherë unë përfitoj dhe rikujtoj dhe një herë tjetër që keni numrin e telefonit 069 944 24 25 për çdo porosi që ju doni të bëni tek Interesante Albania. Jo vetëm tavën me korrent e cila është në ofertë pra 4000 lekë, por edhe për oferta të tjera. Tek Interesante Albania në Instagram ju gjeni të postuara shoqëruar me çmime. Ja, për shembull, mua aty gjeni po më zë syri një tostier. Po, është tostier i thjesht, ai modeli që është aty. Dhe sa është tani në ofertë, nëse e mban mend? Ai do jetë tek 13000 lekë, se se shoh do ta Mirë fare. Po, 13000 lekë të vjetra, është tostier i thjesht për një tos ose 2 feta buke. Praktike nga ato të vogla. Po, dhe përveç asaj ka shumë produkte të tjera që janë në ofertë, ka ardhur furnizimi dhe ka pafund. Që të premten e kaluar, që unë isha këtu për ziersen me kate të perimeve, që është në çmimin 50000 lekë, janë këto fritezat me ajër, air fryerat që janë shumë të pëlqyera dhe gjithmonë kërkohen goxha. Ka produkte nga më të ndryshmet, grirse mishi, grirse të thjeshta, nga të gjitha. Po, ajo e flokëve aty është mash? Ajo është mash flokësh, është një variant i ri që ka ardhur tani, që është 31 mm, është goxha e gjerë, domethënë është e trash, për të bërë ondet natyrale. Nuk është shumë e ngushtë për rica, domethënë është për onde të mëdha. Po, më bukur akoma. Po. Dhe ajo në ofertë jetë? Ajo është në ofertë, po, është dhe ajo në çmimin e ofertës. Po ta klikoni videon, do dali dhe çmimi. Shumë mirë. Shkoni në Instagram të hidhni një sy, sepse thash, ka produkte të ndryshme, jo vetëm nga fusha e kuzhinës, jo vetëm për këtë zonë të shtëpisë, por edhe për kujdesin personal, edhe për fëmijët, ka plot gjëra. Ka marrë çështë tavën, unë jap një lyerje. Domate e ka lëshuar lëngun, si që duket edhe mishin, unë kam shumë qef kur e merr këtë pak krokante, që në furrë normalisht, kur e lë në furrë nuk e merr këtë, prandaj e mira është ta kaloni një herë të marrin shijen e të gjithave, se tava do t'ju bëhet shumë herë më e shijshme. Dhe tek tavë do ta shtrojmë në një tavë në të cilën do të kemi hedhur pak vaj ulliri dhe pastaj do të vëmë copat e mishit e në fund fare do t'i hedhim të gjithë këtë si gjellë sipër. Dhe salca, sepse në recetë është dhe salca e bardhë, që është me kos, gjalp dhe miell, do t'i hidhet pak më vonë, pasi të ketë marrë atë pjekjen më të madhe në furrë. Mbas 20 minuta. Po, mbas 20 minutave do t'ja hedhim, do ta shohim bashkë kur t'ja hedhim. Në rregull. Atëherë çojmë edhe një herë recetën që ta shohim edhe pjesën e salcës bashkë. Sepse dal nga dal do të kaloj e gjitha masa e përgatitur tek tava, pra e gjithë receta gatimit, nga tava me korrent në tavën për në furrë. Kava e Prizrenit. Kemi 1.3 kg mish qëngjit, 2 qep mesatare, 2 speca të kuqe, kemi 3 domate, 2 thelpinj hudhra, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 got kos, 1 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle gjalp, krip piper sipas shijes, 1 lugë çaj rigon, 1 lugë çaj speci kuq pluhur dhe 1 gjethe dafin. Kaq. Tani vazhdojmë me zhvendosjen. Do kalojmë të gjitha këto copa, do t'i kalojmë tek tava. Ti vëm kështu çik. Ti alternojmë çik bukur këto. Një të madhe, një kështu. Ja dhe këtë. Kem dhe këtë të vogla. Kështu nuk do të shtojmë gjë tjetër, ëh? Jo, tani asnjë gjë tjetër. Pjesën tjetër të salcës do ta shtojmë pas 20 minutash. Në rregull. Të duhet një lugë e madhe më mirë? Po, ja ta bëjmë. Ja me zonjë për të marrë. Ja, trini. Sjellun tani. Urdhëroni. Ja për kështu në për këto vëndet bosh. Kështu. Dhe pas pak do të vazhdojmë me një tjetër recetë që mund të përgatitet këtë fundjavë, hasude me arra. Është një recetë që kush nuk e do, kush i thot jo. Është shumë e mirë, shumë e shijshme. Do ta sjellim në pjesën tjetër dhe kisel me moll dhe dardh. Këto janë frutat, por jo vetëm. Do të aromatizohet dhe gjitha do të përgatitet e pajisja e supës. Ne do ndalim pak më gjatë pajisja e supës. Para se të shkojmë në publicitet, Katerina, mund ta hedhim kiselin që të kemi. Nëse do që ta bëjmë që tani, po patjetër. Po që të kemi kohë, se do rreth 20 minuta që të bëhet. Edhe të ta shohim në fund me teleshikuesin. Shkojmë çikuja këtu. Po. Atëherë, digjet mish. Mirë. Po, patjetër. Po e hap pajisjen, ja, Po, ja, është kapaku ky, bashkë me blenderin, helikat, në pjesën e brendshme, që bëjnë gjithë grirjen e masës nëse ju e zgjidhni si opsion gjithmonë. Kjo është, ky është ndërtimi.
Pjesa e sipërme janë butonat, që do t'i shohim edhe bashk pas pak kur të vendosim frutat. Pra nuk Me do të luk, bëni me asgjë luk. tjetër. Tek tava, Katerina, duke qenë se Sa na merru mbeti ti me atë punë se rregulloj unë. duke qenë se na mbeti pjesa e pak që e pekshu ajo shia, i hodhëm vetëm pak ujë për t'ia shoqëruar tavës që do piqet në 200 gradë dhe temperaturën pastaj e kuptoni vetë derisa bëhet mishi kohën. Në rregull. Kjo ishte receta e parë, por jo e përfunduar 100%. Pjesa më e madhe e bërë në tavën me korrent mbaroi, por pasi të jetë në fundin e pjekjes do të shtohen edhe përbërësit e tjerë për një salcë të bardhë, por do ta ndiqni të gjithën këtu në transmetim direkt.